Prej disa ditësh, 6 punonjës të Identitek ndodhen në kampin Ashraf 3 në Mans, ku po kryen procedurat për pajisjen me leje qëndrimit të mujahedinëve që jetojnë në këtë kamp. Procedurat po zhvillohen brenda ambienteve të mbyllura të kampit, pasi sipas planit të masave të sigurisë është vlerësuar si më e arsyeshme që mujahedinët të mos paraqiten në zyrat shtetërore për të kryer aplikimet. Me pajisjen me lejen e qëndrimit, ata do të kenë mundësi të udhëtojnë në vendet ku shtetasit shqiptar mund të lëvizin pa viza. Megjithatë, nuk dihen arsyet konkrete pse kjo procedurë po kryhet me ritme të përshpejtuara në një kohë kur tensionet në lindjen e mesme janë më të larta se kurrë. Burime nga siguria e kampit Ashraf 3 bëjnë me dije se me këto procedura po merren Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit në bashkëpunim me Identitek. Në kampin Ashraf 3 aktualisht ndodhen rreth 2500 mujahedin.